Përshëndetje, sot do përgatisim një kek me kakao dhe me recel. Recelin mund ta zgjidhni sipas dëshirës. Unë kam zgjedhur recel manafere. Për recetën na nevojiten 2 kupa çaj miell, 1 kup sheqer, 1 kup qumësht, 1 kup vaj, gjysmë kupe receli, 1/4 e kupës me kakao, 4 kokra vezë, 1 lugë gjelle plur për ëmbëlsira. Nëse nuk keni plur për ëmbëlsira, mund të përdorni sodë buke, por 1 lugë kafeje, pak fare krip. Gjithashtu do përgatisim një ganazh çokolate për t'ia hedhur kekut nga mbi te. Për të na nevojiten 1 kup pana dhe 1 kup e gjysmë me çokolata. Nëse nuk keni çokolata të vogla si këto, mund të përdorni 150 gram çokoladë për ganazh. Tek mielli shtojmë në fillim sheqerin. Shtojmë fluorin e ëmbëlsirave dhe pak krip. Përzejmë të gjitha së bashku. I kemi përzierë mirë, i lëmë më njanë dhe marrim vezët. Vezët i rajmë. Pasi kemi raur vezët, shtojmë vajin. Përzejmë. Vezët me vajin, i shtojmë tek mielli dhe përzejmë. Shtojmë qumshtin dhe vazhdojmë të përzejmë akoma. Masa është përfunduar dhe e ndajmë në 2 pjesë. Tek njëra shtojmë kakaon, tek njëra shtojmë recelin. Shtojmë kakaon dhe përzejmë. Tek pjesa tjetër shtojmë recelin dhe vazhdojmë përzjejmë. Siç e shihni, masat i kemi gati. Kemi bërë gati dhe tepsin. E luajmë rreth me gjalp dhe shtojmë pak kakao. E hedhim rreth si në vend të miellit, por kemi përdorur kakao sepse kemi ëmbëlsirë me kakao. Fillojmë. Marrim 2 masa. Marrim njërë nga masa e kakaos dhe hedhim derisa të hapet. Njërë nga receli dhe hedhim në mes. Shtojmë dhe të fundit. E pjekim në 175 gradë, lart e poshtë për 35 minuta. Ndërkohë që keku piqet, ne përgatisim ganazhin. Në një tenxhere hedhim shllakun ose panën. Shtojmë çokolatat dhe përzejmë derisa të shkrijnë. Pasi çokolata ka shkrirë e gjitha, e heqim nga zjarri dhe e lëm për 10 me 15 minuta derisa të ftohet pak, pastaj e hedhim mbi kek. Tani e lëm kështu derisa të jetë ftohet plotësisht dhe më pas e servirim. Si të shohim, keku ka përfunduar dhe kam dekoruar me disa lështrydhje në formë trëndafili dhe pak sheqer plur. Tani është gati ta presim. Kujdes.